Vdekja ka thonë është suveniri i muslimonit, ka thonë Rasulullah s.a.s. El mautu tuhfatul muslim. Vdekja është suvenir për muslimonin. Pse kështu? Gjeja që e ruan mas shumëti, a du t'i që e ruan për vete, për me fitua i prej ati mas shumëti, medalja me bukur që i varë muslimonin qafën e vetë, është vdekja, se është fundi i provimit kaluar për muslimonin që i vend në indeksin e jetës vetë notën më të bukur. Do me thonë kaluës, ka kalu. E qka është vdekja pra për njeriun që sash musliman? Vdekja për njeriun që sash musliman është moja e shumëtimit ati. Është moja e shumëtimit ati. Vdekja për muslimonin është, për jo muslimonin, është rruga, të cilës rrugë në ligjet e trafikut i thojnë rrugë e mbyllur. Voshnjakët i thojnë slep put. Është rrugë e mbyllur. Fjala rrugë e mbyllur në trafik do me thonë hin e zdilet. Hin edhe nuk dilet, nuk te i kalot, do me thonë ka mur. Kështu është. Për atë që i sa është musliman, kurse për muslimonin është medalen me të cilin a i krenohet. Për atë e Bilali, në atë moment kër ushtrinë e dhomën e vetë me vdik, a i vdik radiallahu anhu në Sham, ishte muezini i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A i ushtrinë Sham në shpinë e ti me vdik. Muslimanët e Shamit i banë një gjami në vendin e ti ku ka vdik, edhe i vunën e emrin e Bilalit. Ishte muezini. A i Etiopijës, edhe gruja. Thava Karabaja Bilal, se gratë, gruja si pas regullit islam, edhe si pas jurive islame, për asken nuk e ngrenë zonin me vikat kërës desi vetëm për burrit. Kjo ka ndollë në Uhud. Në luftën e Uhudit, tha ja Rasulallah, ma halu walidi, tha qka boni baba jem, nu dhe tu këthi për nga meri për Uhudit, ajo kishtë dalë me i patrimat. Tha vdiq baba jot shahid. Tha la hawla wa la quwata illa billah. Tha po qka u bëha qeshtja Allahu tim, tha Uhud, tha ka vdek lillahi ta'ala. Tha la hawla wa la quwata illa billah. Tha po burri jem, qka boni ja Rasulallah? Tha wallahi burri jo, than miku se ka këthi shpinën. Do me thone kuptoj se ka vdek, pa nga meri ja spjegoj ndryshe kësaj, nuk i tha ka vdek, se aje e din shumë mirë reagimin e gruës për burrin. Tha nuk ja ka këthi shpinën anë mikut për qeshtjen e burrit. Gruja tha edhe ju këthi e dërguar i njerëzijës deri ditën e kiametit ju tha arahajtum menzilat e zauji ala zaujiha. Tha pat ju shka do me thonë burri për gruën. Vetëm para te ajo e ngriti zonin nalt. Vetëm para te. Para te gruja e Bilalit e ngriti zonin. Tha wa Karabaja Bilal. Tha mjera unë, tha kupën alen. Zotëriju, muezini Muhammed Mustafas, ndhënsi i edukuar në gjamien e Rasullullah s.a.s. Edhe a i foli një fjal pak pa vdek edhe ma masa sa i fjales foli qëtër. Tha la ta kolena wa Karaba. Tha oj zoja shpijes, mos thuj mjerë unë ku përjes. Po tha qka të thëm? Tha thuj wa Karaba. Tha gadan alqa al-ahibba Muhammeden wa hizba. Thuj ahlum Bilali ku po shkon? Tha nesër e takoj Muhammedin edhe shokët e ti. Tha nesër e takoj me vdekja ati që i kam dhe rezonin 5 herë ndite. Edhe e takoj Umerin, e takoj Uthmanin, Aliun edhe Abu Bakrin, i takoj trimat që me ta e qumë islamin në Danzig, e qumë islamin në veriun e Polonis, i takoj nesër Sarien i cili e që islamin Kaukaz, e takoj Amr ibn al-Asin i cili e që islamin në brigjet e perendimit të brinit Afrikan, e takoj Amr ibn al-Asin nesër, a i cili kur arriti në tokat e Libijës së sotme, takoj një, që shkemi spjegu, takoj një vend sa Macedonia i madh, e ka emnin Gabatul Usud, vendi i luajve, shteti i luajve. Sa Macedonia, as një njeri s'ka jetu, ka jetu luajt ati, emnin e ka Gabatul Usud, edhe në atë vend a i me ushtarët e vet, e takoj një luan, tha ndëgjo ti, ndëgjo pra ti, o njeri që si e gati më ullë në karrik më umor vesha gjë për një problem. Tha ndëgjo ti, tha,
3 ditë keni kohë ju hajvan të egër, se unë këtë vend do të banoj me njerëz. 3 ditë i keni vakt mu largu. Tha do të banoj me njerëz. Bilali e ka pas këta, e ka pas në krah në beteja që i ka zhvillu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E kish në krah, e dinte se këta e takon nesër. Tha nesër e takoj këtë. Nesër e takoj Muhammed Mustafa. Nesër i takoj shok të mi. E unë po tham këtu pra në kursit xhamisë, xhamati ndershëm. Anena ama gjan. Anena është më mirë. Edhe anena janë më të mirët. Ato që i ka pa bota dhe pa hajrin e tive matonja. Prej ative knena kanë ajon shumë pak ka met. Që po mirë, qëfar e kanë met këto këton? Këto kanë met knena me ira qiftelijës. 25 sahat në dite me ira qiftelijës. Këto kanë met këton. Këto kanë met mena do me kajt e do me knu. Këto këton. Do me vajtu të vdekurin e o të vramin të ative. Do me nejt në kafiqe dhe me nejt në barë. Do pra me nejt në loq barë gëzat palivrit. E do me nejt në lëqin. Do me bo kong. E do me bo darsëm. E do me bo vaj. Këto këton kësi kanë me. E ato që ka shkun, pra qëfar e kanë ato maton, ka që të rahon që ka jenë. Ato thaj gjali jem e kishpit Muhammed Mustafa, e kishpit komandantin Khalid ibn al-Walid në vendin Mu'ta. Se baba jem ku anë tha është i plagosur. Kështu tha. Tha baba jota është i plagosur në filan vend. Tha unë me gotën e ujit, tha mrinat e baba jam. Kështu tha. Unë me gotën e ujit mrinat e baba jam. Tha, i thash babës tem pi. A i tha ishte i ngjitun, a ishte i shkrumum mirë. Tha pi. Tha du të jazgat ujin babës. Baba më lajmëroj se vllau qetër prej muslimanve edhe ma ndej është edhe ma i plagosën ujin ati me aqu. Tha ja qova ati ujin. A i më lajmëroj për qetrin te i 4 kur mrina kish vdek, këtheva mereni 3 i diti edhe baba kishim vdek. Met uj papi. Këto maton janë. Këto s'janë këtu mo i nderuari, këta thjesh i bindur se këto s'janë këtu. E qëfare janë këtu pra? Njoni sjell paketat humanitar që 3 vjen. Këto janë këto. Njoni vjen paketin humanitar që 3 vjen ato. Njoni i merr 1 mark me i qu me Ilona që ku është qendra e krizës. Njoni i del nu dhe Romena të ja merr parën. Këto janë këto. Edhe njoni ndërton 50 vet një shtëpi, qetri organizohet vend me hime e thi mrena. Këto janë tash këton. Tash ti thue, hoxha, a pesimist të pikën e fundit i ke hub keq shpresata? Jo, si kam hub kejt, po jam nu dhe të i hub. Kejt si kam hub, po jam nu dhe të i hub. Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu në bof që neve shpresat mos në humbin. Po për mës me në humb shpresat duhet me punu për mës me humb ato. E për mës me humb ato duhet me mundu në përmirësim e sipër në përmet një angazhimi gjithë popullorin dhe ruar i gjemot. E kejve vdekja do të në takon. Kejve ajo do të në takon. Ne e dim atë. Edhe s'ka mundësi me diskutu për atë. Po ne organizohemi në stërvitjet e tona se si të takohemi me te. Ato që takohen, ka thonë Rasullullah s.a.s. larësi. Hadisi fundit. Larësi më i mirë i muslimonit është vdekja. Kanë thonë ja Rasullullah prej shkajt e lanë atë. Ka thonë e lanë prej gjunave. Cëllet musliman? Ai që i ka ik spaku gjunave mdoja. O zot, prej të mdojave largonu. Ti ke thonë Kurani Kerim se kush s'ka të mdoja qera t'ja falin. Kurani Kerim ke thonë kush s'ka të mdoja qera t'ja falin. Rasullullah i tha shafaati ila ahlil kabairu min ummati. Une pra jam me u fal gjunat e mdoja ummetit ditën e kiametit. O zot, pra bane që na gjunat mdoja mos t'kemi. E të voglat me sinceritet në emrin tanë për të lutemi që ti të ne i falësh ato. Neve, gjematit tonë dhe kejt muslimanve, ditën e vdekjes bane ti që ajo të vjen let. Edhe gjithë vjen e barë. Ne mos dalimi prej kësa dënjohat mërzitun. Atë besim që kemi, kja lam bive dhe bijave tona. Atë din që kemi, të ndjekin tonët, se fjallën e fundi që për mbylli këtë derë sot modest, apel hoxhe, apel islamit të populata shqiptare, të shqiptarët,
Edhe inshallah e morim me sinceritet, se në nivelin më të lartë sinceriteti ja tham. Shqiptarët tregun se s'janë gati me majt emanetin e Allahu xhalla xhelaluhu. Me vepër tregun se nuk janë gati me i dal zot emanetit Allahu xhalla xhelaluhu. Me shka e mbulon këta? Në asë jam në gjamit? Po, këta unë e mbuloj me 1000 argumente që s'kam vakt sot për to, qëre herë, po një sot. Ka përdojnë me shku? Ka janë një udhën, ka e kanë marë me shku? A ka vlaznit e vetë? A ka të hujt? Udhën e kanë marë me shku, deklarativisht ka të hujt. Pra, kjo do të thot, a shkova në Evropa ku du shko, kjo e ka kuptimin se nuk jemi gati me majt emanetin e Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Kjo është ikje nga përgjegjësia për të cilën thojmë se jemi musliman, a ngasmi mas qerve. Lillahi l-Fatiha.